Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E sot do të dëgjojmë një rrëfim goxha interesant që nga Kosova, Gjermania dhe Amerika, të një vajzë e cila është doktor shkencë, është Antigona Goshit, që ne kam nderin sot ta kem sot në studio, me na treku gjithë këtë rrugtim të gjatë, pjesën emocionale, po ashtu me na rikthy disa vite prapa. Përshëndetje, mirë se keni ardhur në studio. Përshëndetje, dashur, mirë se ju gjej. Faleminderit që keni gjetë kohë me ardhë dhe keni kaluar një oqean për me ardhë të sot. Gjithsesi me dëshirë, faleminderit juve. A mundesh më na tregu për momentet kur keni dalë nga Kosova? Po, rrugtimi i gjatë, po tjetër. Kanë qenë momente që ne kemi planifikuar që do të dalim për shkak të disa bastisjeve që ndodhen në atë kohë. Por nuk kemi di që do të dalim atë ditë, atë natë, atë moment. Kështu që... Çfarë emocionesh kujtohen nga jo të lehta, kam qenë dhe dërmosh, do të thënë dërmoshën 18 vjeçare, jo të lehta, dhimbje shpirtërore, edhe pse s'kam qenë e pjekur të di se të mendoja çfarë, se ku do të shkoj, apo çka do të ndodh. Po prap ka qenë dhimbje, natyrisht e lëm shtëpinë, ikin krejt familja, e lëm edhe bukën e përgatitur, edhe ik se dhe në ku po shkon, nuk ish diçka e lehtë. Ju keni dalë pak para luftës, pra keni pas këtë lëvizjen, rrugtimi, si ka qenë pikërisht sepse ka qenë situatë goxha kaotike? Shumë. Rrugtimi ka qenë, babi filloi me u largu nga qyteti, gjatë kohës së bastisjeve, me fëmijët e vegjël, vëllezërit e motra që ishin më të vegjël normal se unë, dhe me mamin, dhe na merrte në telefon në banesë, në qytet ku nga ne jemi në Pej, do të thotë, edhe gjithmonë pyeste si është situata, a mund vi sot, a mund... Edhe kështu komunikonim. Një natë që patëm bastisje, isha unë me gjyshen e ndjerë, motrën time Afroditën, e cila tash është në New York, me ne po ashtu, dhe një shoqe të largjëso, ishin normal policit sërb, gjatë natës 3 herë, dhe në fund e la një thirrje për babin, për ftesë që të lajmërohet në mëngjes, edhe e dinim që është fundi, e kuptuam. Pastaj babi thirrë në telefon nga qyteti, edhe unë dhe një mik i tij në lagje aty, që ishim një familje që na mbranin, e dinin që kishim probleme natyrisht, e njoftuam me rastin, edhe normalisht babi si mbikëqyrë, si krye familjar, e bëri atë të veten, organizoi një plan shumë të shpejt, natën, shkuam në një fshat, aty që ndruam disa orë, nga ai fshat në Zahaç, shkuam në Shkup, prej Shkupit në Zvicër, të gjitha këto po plan, vetëm t'ia dalim, që të mbijetojmë si shumë shqiptar, natyrisht, edhe pastaj shkuam në Zvicër, aty që ndruam një javë, nga Zvicra në Gjermani, aty që ndruam diku një vit të gjysmë 2, dhe prej aty në Amerikë, ku edhe ndodhemi tash. Si ka qenë dallimi, që mundesh me përshkru, nga krejt këto vende? Po, nga krejt këto vende, ato vende i falenderoj, i dua, se aty, që thojmë na we manage to escape, managjuam të mbijetojmë, se kuptohet çka mund të ndodhte, e dishim që jemi në rrezik familjarisht. Por Amerika si Amerikë është një vend ku çdo kush po thuaj gjen kulm, edhe ndihet si do të thotë i përfshirë, edhe ajo ka një vlerë shumë të madhe. So ka qenë e vështirë, ndoshta me po nga atje krejt ndodhi që apo ndodhin këtu në Kosovë dhe me qenë ka që largë për shpirtin ende me pas këto? Shpirtin e kishim këtu, pastaj gjyshja vdiq, policia serbe u lajmëruan në varrim, edhe aty s'kishte, nuk ka shku keq, po jo edhe mirë, kanë menaxhu të tjeret,
do të thotë me kontrollu pak e situatën, e kanë kërku babin aty, prap kanë bastis banesen, edhe gjithmonë e thëmë, edhe pse ishim të sigurt, ne si familje, gjithkombi nuk ishte të afërmit tonë, familjarët tjerë nuk ishte. Ne familja e ngosht shumica menaxhuam të dalim, por do thot ulesh në dhomë të pritjes edhe në televizion, ishe lajmet që paraqesin masakra, dhunë, për njerëzit e tu, ajo është një dhimbje shpirtërore, mendoj që të gjithë jemi të traumatizuar, është shumë normale, ajo nuk kalon kur. Po jemi të fort, jemi njerëz të fort, po flas në aspektin kombëtar dhe e kaluam. Me krahasu tash vetën me atë kohë kur ke qenë, do të thonë ende në moshë dhe i ke përjetuar gjithë ato gjëra që me të vërtet mbesin trauma. A mendon që kishe pas njëjtin guxim duke ditur se çfarë rrugtime keni pas? Po e kisha pasur se çka do që kemi kalu nuk krahasohet me atë që ka ndodhur në Kosovë. Nuk me masakrat, me dhunimet, me gjitha ato. Do ta kisha marrë guximin, do ta isha më e përgatitur, po kënjëherë më mirë mos me ditë. Dhe na qoj rruga ka na qoj, normalisht ku jam tash dhe ku isha dikur është komplet një botë tjetër, gjë që është e mirë pritur. Si po duke tash më kthy në Tej, më kthy në Kosovë, me vizitu krejt shtetet e Kosovës, ka shumë vite pas luftës, dhe duke pa që më të vërtet po shijojmë dirin dhe sidomos rinia jonë, çdo ditë më shumë po jemi atë zgjut, atë shtaft për me punu edhe me mësu, me u aktivizu, në përgjithësi, sidomos për shtetin tonë. E përmendi rinin. Rinia jonë tash për tash është fantastike, gjigande. Unë jam shumë krenare për atë pjesë, janë talent dhe është një ndjenjë e papërshkruar, tash o vendin tim që me të vërtet së pari gjithçka fillon me lirin, edhe pastaj kryet shteti, ende jemi duke kryer, ende kemi hapësirë të ndreqim, të ndryshojmë, jemi me të sukseshëm, por prap, është dallim shumë i madh, jam krenare me njerëzit e mi, natyrisht që kam emocione, gjithçka është pozitive, po origjina është origjina, unë ndihem edhe shqiptare edhe amerikane, të dyat i dua shumë, kënde jam kthyer sepse unë mendoj që kam diçka të ofroj në këndin e arsimit, edukimit, eksperiencës që pata me kulturat e ndryshme, dhe në këtë rast, kur bëj një krahasim mes Kosovës dhe Amerikës, dua të jem më shumë këndej tash për tash. Pse? Se mendoj që kjo pjesë, vendi tjetër, dhe unë jemi parë, i duhem më shumë, dhe ka nevojë më shumë mentalisht për mua dhe për të tjerët që ndihen si unë. Sidomos rinis, neve nuk na mungon vullneti për me punu edhe me pas një ardhmë më të mirë, sepse kemi gjithmonë fokusin, ndoshta shumica prej neve mendojmë disa vite përpara, pra çka na pret dhe si me pas versionin më të mirë tonë. Po du me të rikthy në Amerikë fillimisht kur kemi shkuar. Sa kanë qenë ato hapat që me të vërtetë me bo si shpinë e ju dytë? Po, kanë qenë jo të lehtë, që të them, me krenari e them, atë pjesën e fëmirisë nuk e kam kalu bukur, po dashje u përgatita për një jetë që nuk kisha gati, as me moshën, as me eksperiencen, po fillova të punoj, edhe se atje isha fëmijë më e madh. Edhe ta mbështes familjen, filluam të punojmë. E mira është që në Amerikë vlerësohet puna, çdo lloj pune, edhe njerëzit e respektojnë mendimin tonë, që duam të jemi të pavarur, që duam të punojmë, që kishim gjithmonë ëndra të shkollohemi, na intereson të arsimi, edhe ai inkluzioni, ajo përfshirja, nuk kemi vrejt diskriminime, edhe pse ndihesh ndryshe ka njëherë, mos e harrojmë, ajo na ka bërë që të ndihem mirë, të ndihem rehat. Pastaj, vetëm filloi lufta, edhe bota e kuptoi kush është Kosova, kush jemi ne. Edhe më thonë me keqardhje,
janë di keq për rastin tonë, kush jemi, çka jemi. Se në fillim nuk ka qenë e lehtë, krit në fillim, pa qenë lufta njerëzit nuk kanë ditë shumë për Kosovën. Edhe kjo na ndihmoi, do të thotë, çdo ditë vepronim. Çdo ditë ishim kreativ, çdo ditë më shumë. Edhe do të thotë ashtu me kohën bësh pjesë e komunitetit, pjesë e lagjes, pjesë e vetë Amerikës. Po, pikërisht ajo mirësjellja dhe pranimi, pra ka qenë pjesa kryesore, sepse me të vërtetë ketë një kontinent krejt tjetër. Është krejt ndryshe, pra rrugët, kur edhe kur jeni rrugë që nuk një diçka, ndihesh pak e pasigurt në vete, sidomos në rastin e ju që jeni fëmija më i madh dhe e keni pas pak, e keni ndi pak barrën e familjes, pra keni pas sa dëshirën me mbështet sa më shumë. Po, barë shumë e madhe, por ja dalem, pastaj ajo barra tjetër që babi në atë kohë punonte në menaxhment, mami është edukatore me profesion, por nuk kanë hezitu, puna është punë, familja është familje, kemi punu çka do që kemi mundur. Me shumë krenari e them që kam punu në butik, kam punu në kuzhinë, kam punu çdo punë të thjeshtë që unë të ndërtoj karrierën në jetën time ku kam mësuar shumë, gjithmonë me qëllim që të arsimohem, të edukohem dhe pra ju e keni pas fokusin edhe në shkollim, pra një kohë dhe keni punu, keni pas këto 2 anët, paraspeshume në një farë mënyre, goxha mirë pavarësisht që është edhe vështirë me bu këto 2 anë njëkohësisht. Është shumë e vështirë, sepse sidomos sa më shumë që ki sukses, është fjala e arsimi, më shumë kohë kërkohet. Për shembull, kur për master është okej, po kur shkon te doktoratura duhet ulëmtime shkencore, duhet kohë. Nuk e kam pas fatin që të fokusohem vetëm në to, po prapë më ka bërë më të fortë. Do thotë kemi punu. Është një mirë që unë gjithmonë e përmendi në Amerikë. Shqiptarët në Amerikë kanë dalur shumë ka herë, kanë emigruar atje. Nga Kosova, sidomos nga Peja në atë kohë nuk kemi pasur shumë. Po është një mirë që kemi një model që është krijuar të ndihmojmë njëri tjetrin. Do thotë neve na ka përkrah gjeneratat që ishin para neve, shqiptarët tjerë, pavarësisht nga cila zonë. Dhe ne kemi bërë të njëjtën dhe e bëjmë gjithashtu, që ta ngrisim njëri tjetrin dhe ajo funksionon shumë mirë. Jam krenare me atë pjesë të shqiptarëve në Amerikë, sidomos në New York. Kështu që me ndimin e miqve të mi, sidomos të disa kolegëve të mamit tim në punë, një shqiptare ku punoj këtë me mamin, na informoj sa i përket edukimit, se ku të shkojmë për gjuhë, se ku të filloj. Pastaj pas 1-2 gjithçka ndryshoj. Se përforcohet gjuha, adaptohesh. Pikërisht do jam fokusu tek gjuha, sepse e kemi në një vend është atë gjuhës angleze që tani më gjeneratat e reja, më të vogla, tash e kanë është internacionale gjuhë. Po, e din gjuhën anglezës mos edhe prej teknologjisë të avancume tashmë, por atëherë ndoshta ka qenë pak më vështirë, ke pas më pak persona që kanë ditë gjuhën angleze në nivel pak më profesional. A ka qenë vështirë me studiu, ndoshta derisa e keni përforcuar edhe termat e saktë që do të mi pasë dhe me mendu një farë mënyrë në gjuhë angleze që për me studiu mënyrë sa më të mirë. Gjithsesi, fatmirësisht ne kemi ditur pak anglisht, unë anglishtin e kam dorë gjithmonë, po nuk ka qenë mjaft. E mira është që gjithmonë e falenderoj mamin dhe kolegen e saj, që na tregoi për një lloj institucioni, një lloj ku ishte një vend ku mund të filloni me gjuhën. Edhe unë dhe motra ime Afrika filluan me gjuhën aty, na pranuan, pas 8 muajve kemi qenë komplet ndryshe, pastaj filluam një fakultet 2 vjeçar, pastaj atë 4 vjeçar dhe gjithçka ndryshoi. Ka qenë vështirë, po jo, kam lexuar me orë të tëra se e kisha motivimin, e kisha vullnetin. Edhe pastaj kur e kryva 4 vjeçare bachelor's degree në information system, aty gjithçka ndryshoi. Pastaj kam kryer një master në leadership, dhe pastaj më intereson gjithmonë drejtësia, drejtësi penale. Këto kam kryer një master tjetër në criminal justice, drejtësi penale, s'kisha probleme me gjuhën. Gjuha është diçka që kur nuk përfundon, duhet gjithmonë kërkohet të jesh afër, do thotë
literatur, gjithmonë, hullumtime, po s'kisha më Po problem. sidomos dhe leximi e përforcon gjuhën. Gjithsesi, Këto drejtime goxha të vështira. Të vështira, por shumë të mira, mendoj që ja ka vlejt. Pastaj doktoraturën e kam kryer në drejtësi dhe executive leadership, do të thotë Se pikërisht ta tërheqë drejtësia. Po, vetë drejtësia, vetë fakti që është drejtësi, edhe me përputhet, me shkon me personalitetin tim, with my lifestyle, sepse mendoj që të gjithë e meritojmë të gjykohemi drejt në çdo një aspekt. Edhe më ka pëlqyer ajo edhe leadershipi exekutiv lidhen, gjithmonë dhe lidhen së bashku. Drejtësia, pastaj vjen vendimi, leadershipi, janë diçka që bëjnë së bashku. Dhe i ndjej. Ku e keni gjetë vullnetin që me vazhdu edhe pas bachelorit, pra 2 mastera, pastaj të vazhduam, po ashtu edhe doktoraturën, ku nuk kemi ku me shku ma lartë. Po, ajo është pjesë, të gjithë kemi vlerat, të gjithë kemi dobësit. Për jashtë, vlerë imja është pasioni. Mu më intereson ajo klasa, edhe ajo mundësisht, ajo arsimi tradicional ku unë mund të jam në klasë, në classroom, edhe njerëzit tjerë janë më të ditur se unë, kanë eksperiencë më shumë se unë, ndoshta edhe sa jeta ime, ajo është një inspirim shumë i madh për mua. Edhe këshilltarët e mi akademik në Amerikë që më kanë mbajtur shumë afër, më kanë respektuar shumë për atë që bëja sidomos nga një luftë, dhe është diçka, është pasioni im. Edhe tani jam me disa klasa për të cilat me një program këtu në Kosovë, se më intereson dallimi mes Kosovë dhe Amerikë, për cilat nuk dua t'i shpalosi ende, kthehem prap flasim, kur të përfundoj, do të thotë është diçka që merrem, lexim, ulëmtim, literaturë, është vetja ime. Atë kam. E jetur për dije. Jam shumë, po. Edhe ajo është diçka që më bën edhe të eci përpara. Natyrisht motra ime, Dita, mami, babi, i kam krah, edhe pse ju mungojnë nga njëherë me këto seminaret, me këto prap me kuptojnë edhe gjithmonë me kam bajt gjallë. Po, pra ju kam mbështet gjatë të rrugtime. Po. Cilat kanë qenë momentet më të bukura gjatë studimeve? Po, momentet më të bukura kanë qenë kur, natyrisht, kur kam diplomu, edhe aty për aty gjithmonë kam mendu si të filloj tjetrën, atë se kam thonë, në kom do me askënd, për pas me motrën ti me ditën. Edhe a thëke, do t'jesh okej, kjo është që ti e bën, është vetja jote, do t'jesh okej. Por, kur kam prezentu, nga njëherë kom pas prezentime, edhe kemi pas profesor, kemi pas edhe student që kanë qenë me origjinë slavike, edhe kanë pas dukshëm një diskriminim ndaj meje shqiptare. Ajo më ka bërë shumë të lumtur krenare, sepse e kam prezentu popullin tim, jo vetëm veten. Kam prezentu, jam di gjallë, jam di se ka Kosovë, edhe jashtë oqeanit, ka Kosovë edhe akademik. Nuk kemi vetëm një popull që nuk dim, që nuk mundem, por kemi qenë të shkelur, e tash jemi kush jemi. Edhe Amerikanët e kanë përkrah këtë pjesë shumë. E kanë vrejtat dëshirën time, ta ngri zërin si kosovare, e si amerikane. Aty jam di shumë mirë, edhe herë në fundit, kur në prill të vitit 2023, kur pata familjarët e mi aty të ngushtë, dhe diplomova, kur e kryva doktoraturën, ajo ka qenë diçka shumë madhështore. Ka qenë për mua, ka qenë për universitetin, se kanë njerëz nga gjithë globi. Të prezentohet Kosova, ka qenë e madhe, e kam disa foto, e kam pas më njëherë aty flamurin shqiptar, kosovar, amerikan, edhe e ka qenë e madhe shumë, ku e kam prezentu veten time, origjinën time. Tash që të kujtohet, ndoshta gjitha ajo eksperiencë, kështu. Atë merë malli për provimet të ndryshme, stresi për me shku në ligjërata. Po, është një stres i mirë. It's a good pain. Si thonë, si ti ne femra që thonë atë pjesën pain brings beauty, na bën më të bukura, te onë ato ligjëratat, klasat, edhe tash me disa që po merrem,
më bën më të fortë, nxjerr diçka nga unë që ende nuk ka dalë. Edhe pse atë që ka mujt e ka nxjerr, ka edhe diçka që unë kam. Edhe pse jo mos e merrem gjithkush me talentin e vet. Si po duket ky krahasim me Kosovë dhe Amerikë në pjesën e arsimit? Po atje është diversiteti, kultura të ndryshme, sheh gjithçka, mëson gjithçka, edhe është një pasuri. Edhe vetë kam bërë hulumtime në diversity and inclusion. Edhe sa më rëndësi është inkluzioni dhe diversiteti në kultura, sepse të gjithë kemi diçka të dhurojmë. Do të thotë çdo kulturë ka diçka që mund ta konsiderojmë, se ja vlen ta mësojmë. Aty është një dallim shumë i madh. Po edhe këtu më pëlqen shumë. Mendoj që edukatorët janë të përgatitur shumë. Dhe me të vërtetë përkushtuar. Janë të përkushtuar, edhe atje janë shumë të përkushtuar. Është shumë normale, realisht është pjesë e procesit të shkruaj një email apo një telefonat me këshilltarët e mi akademik të bëj pyetje jashtë klase, ku unë nuk ndihem që është pyetje gabim, dhe s'ka pyetje gabim, është krejt në rregull. Këto jam duke e mësuar atë pjesë, sa është okej të pyes profesionalistët, ka gjykatës, ka psikolog, ka me të cilët tani mësojnë nga ta. A është okej që unë ta shkruaj një email pas klase, si pranohet ajo. Këtë pjesë jam duke mësuar se a është okej si a bën as bën, të jam shumë e sinqertë, se atje është shumë në rregull. Tashmë po ashtu edhe me zhvillimin e teknologjisë, gjithmonë po kemi mundësi më të mëdha çdo gjë, po kemi edhe hapësi, po kemi literaturë, mundemi me gjetë, po kemi shumica e rinis, tashmë ka atje në gjuhës angleze, pra më falni, nuk kemi kufin, pra sepse nuk e kemi librin, por gjithmonë mundemi me gjetë material dhe më pasuru, jo vetëm ndoshta në ato lanë cilat po i studiojmë, në atë drejtim që po e studiojmë, por edhe në fusha tjera, sepse ajo gjithë dia, ndoshta sa ma shumë që mundohemi me mësu, me marrë sa ma shumë informacione, aq më shumë dihemi që nuk dim. Po, unë fatmirësisht, pra po e thëmë, dhe qëllimisht po e thëmë, ka qenë fatë mirë që unë nuk kam pas atëherë me rrugtimi im nuk ka qenë me chat GPT e me këto, edhe pse vlerësoj shumë, unë ka qenë një diçka tradicionale që unë jam ka ca fyt, ta gjej përgjigjen e më ka bërë shumë të fortë. Po tash, si që the, kemi shumë çka, ja vlen, është mëkat që ata që e konsiderojnë arsimin, edukatën, që mos të vazhdojnë, se kemi shumë mënyra dhe studentët rinja e Kosovës janë shumë talent. Do të thotë, kemi mënyra dhe është dashur të vazhdojnë. Dhe shpresoj që të vazhdojnë, dhe po vazhdojnë. Krejt që kisha dashur është që e di që meritojnë shumë më shumë. E di që kanë sfida, por meritojnë më shumë. Kisha dashur, nuk po flas tash për tash, nuk po e preki temën e politikës, por si lidere, do të thotë ekzekutive, do të thotë gjenerata të reja, rinia shqiptare meriton më shumë. Duhet të krijojmë më shumë mundësi për ta. Janë gjigant, të kemë më shumë kontrata në mes studimeve dhe punëve, drejtimeve që ta i kanë, ku ata mund të marrin drejtimin e jetës me punë dhe me shkollim në të njëjtën kohë, meritojnë shumë më shumë. Po, pikërisht sepse tani më po shohim që do të tregaditemi, do të ballafaqohemi me realitetin dhe ta parafsirojmë jetën tonë në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse nëse ne nuk mundohemi për jetën tonë, atëherë kush? Sakt. Kështu që liderit tonë duhet të punojnë më shumë në atë aspekt, të dëgjojnë më shumë kërkesat e të rinjve. Të rinj kanë shumë për të dhuruar, të rinj tonë janë talenti i Kosovës. E këtë që është talenti po humbë, se shkon jashtë. Dua që të mbetet këto, nuk jam kundra as kuj tjetër, as shteteve tjera, as mundësive që kanë mundësi të dalin, të kthehen,
por dua që të kenë më shumë mundësi këto, për të vepruar. Po, sepse në disa vite më përpara ndoshta kemi pasur një floks të madh, një bindje e rinisë që nuk ka të ardhme në Kosovë. Po. Duke marrë parasysh që ndoshta ka qenë problemi i rrugave, i vendeve të punës dhe edhe mësimit sidomos në kualifikimeve të ndryshme, atëherë kanë menduar që rruga më e lehtë është me shku në shtetet jashtme, sidomos Gjermania, Zvicra, Amerika, këto janë vendet që ati kanë frekuentuar shqiptarët, por ju me po ndoshta si zgjidhje të parë. Dakord. Ndoshta dua të jem gabim, po unë mendoj që ajo mënyrë ende konsiderohet, po kisha dashur që të jetë në minimum. Sepse ka zgjidhje dhe këtu po prap janë sfidat. Dhe kisha dashur që rinja shqiptare të ballafaqohet dhe por ndoshta ato të sfida mbetet këtu. Po, ato sfida mundemi pas edhe nëse dalim jashtë, po. Bravo, bravo. Që të them, sfidat ekzistojnë edhe jashtë. Do thot, mendoje, vetëm për momentin, vetëm mendoje ti, për shembull, thuaja je nga Prishtina dhe shpërngulesh ki nevojë me shku në Gjakovë, edhe pse bashkombas do të jetë shumë e vështirë dikush me të pranu. Do thot, dhe ktheu tash te unë, e familja ime, që dole në Amerikë, nuk pres që të me pranoj Amerikani, as Gjermani, as askush. Është normale. Do thot, nuk është e lehtë vetëm me ndërtu atë jetë. Por ajo Se ki askënd më të prit. Mbështetja që e keni pas dhe lidhja fort familjare, Po. ka qenë ajo kryesorja, sepse nëse do të ishte vetëm një person, nga më janë boj. Nga më janë boj, si me fillu. Edhe ajo është diçka që ju bëthirje të rinjve me konsideru. Jo mos të dalin, jo, mund të dalin, mund të shkollohen, mund të shfrytëzojnë opcione që kanë momentalisht, po jo të përfundojnë atje. Mendoj. Cili është mësimi i jetës, cilën të ndoshta ja kështë të regu edhe të rinjve shqiptar gjithë Kosovës? Po, kisha dashur të them që mos të kenë frikë nga gabimet. Mendoj që por gabimet janë pjesë e jetës dhe na bëjnë më të fortë. Është mendimi im, gjithmonë mendoj që duhet të jem vetja. Unë jam vetja, si tash para kamerave, si kur të dalë. Jam ajo që jam dhe kam të ofroj atë që kam të ofroj. Dhe mos të kemi frikë nga ato baticat, thashe thënat, që mund të kenë dikim të disa. Dhe tjetra, trust dhe verify. Thot besoje, por verifikoje. Për çdo gjë, dhe vazhdo. Mos u ndal, vazhdo. Gjeje veten, talentin, dhe vazhdo përpara. Në atë që mundesh, në atë që në një mënyrë ne e njohim veten më mirë se çdo kush neve. Gjeje talentin dhe vazhdo përpara, si ne kemi rini shumë të fortë. Në këso rasta, mundemi ndoshta edhe me humbë do një mundësi shumë të mirë, nëse kemi frikë ndoshta me marrë një hap pak më të rrezikshëm. Po, gjithsesi. Unë e humba një, por ndoshta mund prap ta zë hapin. Unë gjatë studimeve kam pas shumë të bëj kolegë dhe shok në fushën e artit dhe të muzikës. Dhe gjithmonë kam aktru për ato provimet e tyre. Nuk i di si është këto, por atje do të bënd komplet skenarin, regjin, dikush aktron, dhe e prezentojnë para profesorëve të tyre, e kalon se kalon. Dhe unë me vite, me radhë kam aktru për shoqërinë time atje. Dhe kam vrejtë sa shumë e dua artin. Por, ose dikun nga frika, dikun nga opcionet nuk i kisha mundësit, shkollimi, puna, ky familja, nuk e pata mundësit. 24 orë i ka, po, edhe nuk kisha mundësit. Dhe po e shoh që edhe atë pjesë e kam dashur shumë. Dhe është dashur të bëj diçka më shumë, megjithse që 3-4 vitet e fundit kam qenë pjesë e artit në Kosovë
pak me donjeta, pak me një produksion tjetër, dhe më ka përmbush emocionalisht. Është një përmbushje, kështu që aty s'ka faj askush vetëm mundësit dhe vetvetja ime. Por prapë jeni rikthy? Jam rikthy, jam rikthy. Jam rikthy edhe është mesazhi im që nëse e ndalë riktheu, nëse s'ki fillu, filla. Po, ndoshta nëse është për ty, atëherë kudo që të kthehesh ka me të mikprit. Po. Atëherë po manifestojnë gjërat më të mira për neve. Gjithsesi, patjetër, gjithsesi. Ndikona, faleminderit shumë që ishe sot në studio dhe me të vërtetë u kënaqem me këtë bisedë kaq u rikthyem pjesë goxha emocionale, u rikthyem shumë vite prapa, por mendojmë edhe gjëra të mira për të ardhmen. Po, unë të falenderoj juve, gjithë stafin, ka qenë një bisedë thjesht sikur në shtëpi, që thonë. Ju falenderoj mediave, studiove, programeve të ndryshme që më ftojnë dhe kam mundësi të ri me bashkum pasjetimi, se unë jam, do të thëtë në fazën që jam kreative, jam të mendu me kryu disa programe tjera, dua të jem me kontakt me ju, gjithsesi, kështu që faleminderit shumë. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 deri në takimin e radhës, mirupafshim.